Pasi pronari I dy kopshteve mohoi ditën e ringjalljes dhe të kthimit tek Allahu I Madhëruar, atëherë shoku I tij besimtar I tha: "E kafarte billadhi khalaqaka min turab, thumma min nutfatin, thumma sawwaka rajula." Që do të thotë, a mohove ti atë që të ka krijuar ty nga dheu, pastaj prej një pike lëngu, pastaj të bëri burr? Thon komentuesit e Kuranit se në këtë ajet përfshihet gjykimi për atë që mohon ditën e ringjalljes dhe të kthimit tek Allahu I Madhëruar. Dhe kështu prej këtij ajeti kemi tre dobi. E para prej tyre, kush mohon ditën e kthimit tek Allahu I Madhëruar ose ndryshe ditën e llogarisë, atëherë ai ka mohuar Allahun e Madhëruar, pasi besimtari I tha këtij mohuesi apo pronarit të dy kopshteve, I tha: "A mohove ti atë që të ka krijuar nga dheu?" Dhe kështu kush mohon ditën e ringjalljes ka dal nga rrethi I besimit për në rrethin e mohimit, dhe këtë e ka miratuar edhe Allahu I Madhëruar në ato ajete ku bëhet fjalë për profetin ton sallallahu alaihi wasallam, kur I thonë njerëzit: "E idha kunna turaba, e inna la fi khalqin jadid." Nëse ne do të tretemi dhe të bëhemi dhe mos do kthehemi sërish, atëherë thot Allahu I Madhëruar: "Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim." Këta janë ata të cilët mohuan Zotin e tyre. Kështu mohimi I ditës së kthimit tek Allahu është dalje nga rrethi I besimit për në rrethin e mohimit. Kjo është e para. E dyta, mohimi I ditës së ringjalljes është mohimi I Allahut Madhëruar, sepse rezulton prej këtij mohim I fuqisë së tij. Dhe kush mohon një prej cilësive të Allahut, ka mohuar Allahun e Madhëruar, dhe prandaj besimtari I përmend pronarit të dy kopshteve etapat e krijimit. Sepse kush I beson etapat e krijimit, duhet besoj edhe ringjalljen, pasi janë dy gjërat e njëjta. Janë krijim, siç është I pari krijim, edhe kjo tjetra është krijim. Dhe kush mohon ditën e ringjalljes, nuk do t'i vlej pohimi I etapave të krijimit. Kjo është e dyta. E treta, fakti që besimi në ringjallje ka qenë edhe tek umetet e mëparshme, do të thotë se besimi ose ky lloj besimi është bazë prej bazave të imanit, dhe prandaj profeti ynë sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Xhebrilit e ka përmendur tek 6 kushtet apo bazat e imanit, pa cilat imani nuk qëndron.